Simon, të përshëndes, çfarë është zbuluar deri në këto momente nga hetimet për 4 persona të cilët janë të përfshirë në këtë ngjarje? Nga ana e grupit hetimor, është arritur që të zbardhet dinamika dhe lëvizjet e 4 personave të cilët janë arrestuar si të dyshuar në vendosjen e tritolit lëndës plasëse në kabinën elektrike në Perat, ose Gaxhen Mani Salimani të Shkodrës, ku përpasoj ka humbur jetën 67 vjeçari Hysni Yilmeri. Nga ajo që është arritur që të dokumentohet nga ana e policisë dhe nga thyrja e kamerave të sigurisë, mësohet se ka qenë Gerti Buçat, 27 vjeçari, i cili 2 ditë para se të ndodhte shpëtimi, i veshur me kombinoshe, është futur në hyrje të pallatit, ku edhe ka vendosur lëndën plasë. Ndërkohë që më pas, duke qyrur kamerat të sigurisë, është gjetur edhe vendi ku edhe janë kuaj kanë ndruar rrobat, për çka edhe është faktuar një nga ato provat sipas grupit hetimor që Gerti Buçati është autori i cili ka vendosur lëndën plasë. Nga ana tjetër, në bazë edhe të qyrjes së kamerave të sigurisë të bizneseve në zonë ku janë pikasur 4 persona të cilët kanë lëvizur në ato pra në zonë. Dyshohet se 27 vjeçari tjetër Erdis Ibrahimi ke qenë personi i cili ka pasur pultin e telekomandës, pra duke qenë se në bazë të dhënave të kontrolleve të kryera dhe të analizave të kryera në ngjarje, kemi të bëjmë me një lëndë plasë të vendosur e telekomanduar, pra ka qenë Erdis Ibrahimi, 27 vjeçari, ai i cili ketë manovruar me telekomandën dhe ketë aktivizuar shpërtimin ku përpasoj ka humbur jetën 27 vjeçarit. Gjithashtu, mësohet se në bazë edhe të dhënave të marra, Gerti Buçati ketë përfituar shumën për rreth 1.000 eurove për vendosjen e lëndës plasë, por është ende e paqartë se në këtë sipërmarrje kemi 4 persona të cilët kanë qenë rolet e gjithë secilit, megjithatë është grupi hetimor i cili vazhdon për të hetuar në lidhje me këtë ngjarje motivet dhe arsyet dhe porositë, duke qenë se ajo që dyshon grupi hetimor, kemi të bëjmë një vendosje në një lëndë plasë me porosi ndaj Hysni Yilmerit, 67 vjeçarit. Janë gjetur në cilësinë e provës materiale edhe lëndë narkotike, edhe shuma e parave, por edhe në lek, por edhe një numër rreth 29 telefonash celular. Megjithatë pritet që ditën e nesërme, paktën këto janë informacionet që 4 të arrestuarit Gerti Buçati, Edison Hasaj, Xherzeti dhe Erdis Ibrahimi, të 4 nga qyteti i Shkodrës, të dalin para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë të cilën pritet që ju shqiptohet në gjykatën e Shkallës së Parë.